Nafta ajo e zakonshmja kërceu sot në 214 deri 216 lekë për litër. Ndërkohë që ajo e mira, po e përsëris ajo që nuk të djeg makinën, fillon me 218 lekë dhe shkon deri në 230 lekë. Ky çmim ndryshon sapo fillon fundjava, kur është fluksi më i madh i kthimit të pushuesve të korrikut për në shtëpi, dhe nis fluksi akoma dhe më i madh i pushuesve të gushtit që shkojnë në për destinacionet e tyre. Një javë pak më përpara kërkova ngritjen e bordit. Kërkova vënien e bordit në eficiencë edhe një herë. Sepse e di që çfarë nuk fituan me lopat gjatë kohës të funksionimit të bordit do ta merrnin tani. E kam fjalën për tregtarët. Duhet ngritur bordi tani, me qëllim që sezoni mos marrë një goditje kolosale nga shpenzimet për të lëvizur, nga shpenzimet për të shkuar në destinacione të ndryshme të këtij vendi. Sezoni mos marrë goditjen e madhe nga boshatisja e rrugëve e pastaj kthimin e destinacioneve turistike vetëm në vend qëndrimi dhe jo vend i vizitueshëm. Mos i bëni pushuesit statik. Dhe në momentin që nuk mendojnë tregtarët e naftës, patjetër që duhet mendojmë ne. Qeveria duhet të ndërhyjë tani.